dyshime për korupcion, pastrim parash, fshehje të ardhurash, qarkullim parash pista nga korupcioni e tjere, sepse fillimisht është mbajtur e fshet si kontratë, që shumë mirë mund të bëj publike për opinionin publik. Në një kohë kur gjithë retorikën e fushatës e ka fokusuar tek pensionet, tek ai $80 pension që marrin shumica e shqiptarëve, nga ana tjetër, kur bënte retorik ditën për pensionet e ulta, që është një realitet, natën firmoste kontratë $6 milion. Dhe kjo është një... Ka firmos Flamuri. Po Flamuri është dora e tij, pra është një nga duart e tij. Dhe kjo është një hipokrizi që thellon më tej mosbesimin e shqiptarëve te ky leadership. Pastaj përpos fshehjes së kontratës, garantues ka dalë një personazh, siç është Nureddin Seçi, i cili nuk ka një historik biznesi dhe nuk ka të ardhura të atilla sa të dali garant për $6 milion. Së treti, parat do t'i japi një shoqat që është themeluar fondacion, Maga, që është themeluar vetëm 7 ditë para se të firmosi kontrata. Atëhere, kur u mlodhen këto para te këto shoqat për 7 ditë, sepse është bërë një parapagim $750.000. A mjaftoi koha prej një jave për të mbledhur këto para, për të kaluar në llogari, për të bërë ato bilancet, për të bërë kontratën, për t'i kaluar pastaj në llogari të kompanisë lobuse? Është e pamundur. Dhe këtu ngrihen dyshime të forta që ky fondacion është thjesht një mask e një operacioni parash që mund të kenë kaluar me çanda. Besoj se kontrata do ketë diçka që lidhe me garanci. Që mund të kenë kaluar, pra para të pista që mund të kenë kaluar me çanda nga Tirana dhe kanë përfunduar në SBA. Ne mos harrojmë 20 pagjesh me gjithë aplikimin në fare. Ne mos harrojmë që kemi edhe raste të tjera se si kanë kaluar paratë në kufirin shqiptar. Nuk është se është rast i parë. Për çështjen CES kaluan që zoti avokat e di shumë mirë, kaluan 6.8 milion euro me çanta në kufi u tërhoqën për i ditë nga banka e nivelit 2. Një lloj normale tjetër. Nuk është se duhet habiten shumë shqiptarë për një shumë kaq madhe, këto kanë me 10 milion euro. Ne shqiptarët nuk duhet habiten sepse para disa muajsh u zbulun dhe pasurit e këtyre, të Sali Berishës dhe të Ilir Metës, me vlerë 10 milion euro, që ishin prona që nuk ishin ekspozuar ndonjëherë për opinionin publik. Vetëm një diçka unë personalisht nuk e kam të qartë. Kur del një bombë për mosa të tilla, jo si ato bombat e Alfred Sakos nga njerë kur i thoj me terreti 4 orë, por kjo është më të vërtet një bombë, një kontratë 6 milionëshe, dhe ti ma nuk mundesh me e mbulu. Lajmi sot nuk mbulohet. Me dal një lajmë edhe për ty, për mua e për avokatin, s'mund të mbulosh. Cila është arsyeja sipas ju dyve që ka një heshtje absolute nga zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike që nuk dëshirojnë me ardhë, jo me u ballafaqu në mënyrë absolute me askënd, po dhe vetë, do me thonë ballë për ballë me spjegu këtë kontratë. Atëherë sot ka patur 2 lëvizje, ka patur një udhëzim për kandidatët dhe përfaqësuesit e partisë. Flamur Nokën son të marrë veç me mu, marrë kontratë. Ka patur një udhëzim që mos flitet më për këtë temë. Së dyti, kreu i PD-s ka anulluar një konferencë të planifikuar sot në orën 12 me gazetarë, sepse do ishin të pa evitueshme pyetjet rreth kontratës, dhe arsyet unë besoj që janë 2. Së pari, Spaku ka hapur një hetim dhe çdo lloj deklarimi publik alibie, siç janë thënë alibi për Isen Janarin, për Gërdecin e tjerë që nuk njite as Baxhanakun të zem. Çdo lloj deklarimi që bëhet publik mund përdoret si indicie ose edhe si provë nga prokurorët e çështjes, dhe së dyti, zhurma rreth
kësaj, rreth këtij debati, rreth kësaj çështje, është në disfavor të Partisë Demokratike në raport me zgjedhjet e 11 majit. I bën shkurt, unë mendoj pa drejt me juve. po. Qëndrimi i tyre flet qartë se njeriu kur është i pashtë, sidomos në fushat, nuk humbet sekondin. Edhe nuk e kanë humbur sekondin për gjëra pa vlerë, për etik të foluri, as për fotografitë që me që tha ai propagandistë Ramës, të paktën këtu ta bëjmë Ramën, me që janë nxjerr fotot, ja merr fotot dhe janë nxjerr në Google dhe pastaj kërkon hesap për fotot që i kanë nxjerr vet. Fotot 2007 e kanë nxjerr këta. Me Barack Obamën? Fotot nudo. Janë zonë. Nuk e përmend Jo, Roberti. për ato foto ka bërë një javë fushat. Tani dalim kjo tjetra. Po vetëm Ta veprojnë, historinë e fotov nudo ju dy e dini? e dimi se kemi jetu, unë kam jetu Hajtë këtu. shpjegova. E kam ditë Mos e den. që do plasin një skandal i madh. Po ku është zhvillu film prej kujt Nuk janë ka postu? rëndësi më. Jo. Ishte në zgjedhje për këtë bashkie. Dhe E do ka të fjalën që u përdor si kartë masivisht gjatë gjithë. Fotografitë Po nuk ka rëndësi, janë zhvillu në Shkup, fotografitë janë postuar nga Selaniku, por nuk ka e rëndësi, dhezja. edhe Kroacia është përzi, thonë, po. edhe Franca Si bashkë. dhezja. Problemi është që ti e merr dhe janë nxjerr. Po. Ja ke nxjerr ti në Google, Po. ja publikon ti. Dhe i kërkon hesap që ti s'ke turp ke dalë nudo, po ti janë nxorë. Po. Tani ta lëm të për treguar që ky e bën dhe ta lëm derë. Kopili themi ne Tiranësit. Po. Tani të vazhdojmë me të. Këta po sillen sikur janë nën akuzë. Dhe çdo gjë që do thonë mund t'i përdoret kundra. Prandaj ajo që konstaton Adriatiku është shumë e saktë. Jo se po sillen se kanë një strategji dhe do e përdorin nesër për sfidë. Asgjë, nuk kanë çfarë thonë më. Për mua e mbaruan fushatën. Do të shkojnë mbas tyre militantët që kanë darë mendjen të mohojnë të vërtetën dhe realitetin dhe të shkojnë mbas Berihajt tyre, edhe ata